Na lushet me Rinushin. Hello, nëna lushet. Rinushi filloj me podcast. Tema që kom zgjedhur për videon e parë është lindja natyrale në spitalin Çekuka. Ose për ndryshe, eksperienca jam në spitalin Çekuka. Pse kom zgjedhur këtë temë është që tepër shumë ma keni kërku, po kom dash me kriju një video që i ka detajet edhe shpjegon mirë, drejt, sakt. Tamam, qysh është për një njëri specifik, se qysh e kam unë eksperiencën në dikush tjetër nuk e ka pas, ose ma keq, ose ma mirë. Edhe kom dash që me kun shumë e specifikume, vetëm për qëtë audiencë, vetëm për nëna lushet, veç për ato që janë stu stresove dhe ju ka afru lindja, nuk po din ku me vendos, edhe kom dalë une, më kallëzoj eksperiencën dem, inshallah më ndihmu sa të pak. Para se me fillu, unë veç si kam të pika specifike për cilat kena me fol. Për juve që jeni të më dëgju veç me zë, ju përqafoj shumë. Për juve që jeni të më pa, ju përqafoj shumë. Lindja në spitalin Çekuka. Po filloj prej ditës kur jena nis për me shku në spital. Une, dhe më thonë, kam lind në 41 javë. Me 41 javë, muaj në 9 e kom pas katastrofik. Ishtë nxehtë, në funi majit, kom menu që kom e lind pak më herët, nuk e di pse. Edhe lindja u shty. Datën e kom pas me 31 maj, unë kom lind me 3 qershor. Do me thonë, që ato javë jënë kun shumë shtira, se s'disha çka me prit, s'disha kur ka me t'kap dhimt, a ka me t'kap dhimt. Edhe u kontrollova, më tha mjekja që do na më ushtren në spital me 31 maj, që me fillu me ma këshu gjendjen, krejt që ka qështet. Edhe në qatë dit, menja jam e refuzoj ke komplet spitalin. Tepër kësha qef, unë isha tepër me shty ditën, po erë dita. Qatë dit, jëm konë në pikën e nxedhit, do më thonë ngun shmë do fletushka, pësh me punatën tem për Beba Book. Ka kun një qershori, në fakt, jo 31 maji, një qershori. Edhe unë nisëm për spital. Mas pari, kemi shku te dhoma e pranimit, si jena hi, njëherë s'ka dalë kërkush, mas anej kanë ardhë infermierët. Kemi prit pak, ma kanë bu kontrollën sa jem hap, a që s'kan rregull, tensioni, ultrazani, Beba, mi kanë marrë dhanat. Eksperienca në dhomën e pranimit të kun e mirë, kena bo muhabet, fore, ajgare, më kanë lënë kështu përshtypjet mirë, jo diçka. Edhe mas andej jam nis me shku nalt, dhe dhoma e paralindjes. Une, do me thonë, pak e kam traumatike qëtë pjesë, se e kuptoni pse. Është, do me thonë, veç një korridor shumë i gatë dhe janë stisa dhoma, goqa shumë. Se të dhomë janë ka 3 shtrata nëse s'ka bëj. Shpedia janë të se cila krejt, po dhomën ku jem punu janë ku në 3 shtrata. Edhe kemi shku në dhomë, kejtë canët, jënë përshëndet me burë, ka shku burri edhe kom bejt vetë. Ju ku marrë një liur, i ku marrë të sënën, që me bu pak ma interesant qëndrimin, po para se me hi, veç e di që tepër jam tutë. Se një muj, ose disa javë para se unë e me shku për lindje, unë i lexoj disa raportime të nonave, grave, që i kam pas në Çekuka. Edhe raportimet janë shumë të rënda. Edhe sa të që u mënësha me majtë në veti, mos me utut, thesha veç qka nëse ndodhe që kja. Pse kom zgjedh me lind Çekuka dhe qysh u kun vendime e krejt, u kun që për shkak komplikimeve, kom pas frikë nëse veç jam tut, që mos po më do naj komplike mu se Bebës edhe mas andej veç edhe privati të kthen në Çekuka. Edhe për mos me ndodhë kjo, kom thonë okej, po duroj. Po edhe financiarisht u kun normal, ma e lehtë në Çekuka. Dhoma. Dhoma, shtrati u kun i tmerrshëm. Liqi u kun i parahatshëm, ka bu tepër shumë zhurmë.
se cili sra që ato ka bu tepër shumë, do më thonë te e kenin është edhe ajo motra në fund që u kon të hek pidhimve, e keni të kërsit në shtratë. Gjendja dhomës u kon një dollap jo funksional, shumë i vjetër. Pas tërtia nuk me thonë që u kon 100%, po u kon okej. U mojt. U kon, dyqyvisht dhoma ta ka dhonë një farëndinje që jo të mirë. Jo një gjithë mirë. U kon shumë e vetrume, u kon shumë jo praktike, jo funksionale, fatkeqësisht. Kur jam shku mas pari, këm taku një shoqe, pi thënë, një paciente tjetër, që veç se kishin ka pëdhimt. Edhe unë për herë të parë dhe më thonë e shesha një gru të i përjetu dhimt, edhe isha ashtu, okej, pe di që ka më ndodh. Edhe ajo tepër shumë ka pas duru se e kom një edhe në gjë, masana e kur kom flajt, e kom një kur u qu për me shku në sot lindjes, kur veç se i ardhë koha për me lind. Po që kështë të thonë, ta më një në spital, më kriju një farë konfidencë, një farë vullneti që unë e kom e qa. Allë masë nejtë njëtën energji, ja u përqesha dhe njerëzve tjerë, ja u thesha me fjollë edhe unë isha mja u hekë edhe atyne, që ajo është nështë mënyra ma e lejtë e jamja për me punu, se fatkeqësisht aty normal bjen me najtë me gjithë kënë, gjithë kushe e kallëzën eksperiencën e vetë, çka ka nije, që so është spitali, dhe është shumë e vështirë, mos me lënë vetën me t'hiq ato sa në kry, se për shembull kur e shoh dikën që është që 3 javë, ose që 2 javë, ose që ka marrë stimulus edhe alje s'ka lindë, ka stimulusin e dytë, edhe prapë si ka në ardhim, do më thonë gjithë shka duket super e frekshme. Banjët, sado që u muneshit me majtë, fatkeqësisht u bëj ka të gjendja të mërshme, së na vetë kulturë nuk e kena me lumë paqët për tjetrin, jo krejt, kështu që fatkeqësisht banjët janë konë të mërë, funksionaliteti ju konë me thonë 30% i banjës. Kur i kena bu kontrollat, ultrazonat ose diçka, u dosh me pas pallomat e tua për me fshi barkun, s'ka pas palloma aty. Qisa ma e keqe që mu ka bu mu një mas keqti, u konë nesërmën, mëngjes, kur dosh mu qu. Para se me mërish atë, do më thonë, ajo shoqja e shku me linë natën. Unë e kom një të dole dhe që ka shku, po s'kom di tjetër sa, jam kundu flaj. Edhe në mëngjes, në 5 të mëngjesit, mu më thirë një zo. Zoj! Edhe jam qu e shashtrest. Edhe kom këthy kryt, i shku një infermiere, edhe po më vetë ku është kjo grukja këto. Sa shumë falë, qysh mëna me ditën e kur kesh flajt. Qajo u kun, do më thonë, e të mashme, liqës, me menë si që kom flajt për ati shtroti, edhe mu qumë 5 mëngjesit, veç u kun e pa nevojshme. Po, qa me bu? Masana i 7 vike kontrolla, që është qartë të këtë spitali që po vjen kontrolla, dhe kontrolla veç i ka vletra t'i këshyrë edhe ecë. Vinë 10 njerëz, pa nevoj, veçin, vetëm si të kishin bu diçka, veç t'i lexojnë letrat edhe dalin. Momenti ma i vështirë për mu kur e kishëm kontrollën, do më thënë ultrazonin, kontrollën sa i mi hop, se s'moj me thënë sa na qilë. Sa i na qilë, për mu që ajo më kështu të hele i helet, gjehenimi. S'ke pas privatsi as pak. Heshëm, do më thënë 3-4 gra, u dashëm poshtë, edhe veç nuk unishe, unë s'paku nuk unisha mirë me konë para 4 grave tjera collak, edhe me prit të rem për mu ullë, edhe me të këshyrë edhe 4 gra tjera në collak. S'paku problem në shta jemi, po për mu që ke pjesë u konë shumë e shtirë. Kontrollat ka ra me prit shumë, ditën e dytë nëse s'ka bëj, unë ka ra me prit, jëm konë e fundit që më ka kontrollu, edhe që ato kom kajt këqa shumë në hishtje, se veç s'mësha me nejt, ishte i për nëzet, se di, veç u konë të merë. Se s'mësha as më ullë, ke shumë pak vene për më ullë, nuk mësha as me shku në dhomë, se masanej atë thërshin, nuk thërshin, a me të që pa u kontrollu. Edhe mu ditën e parën e mura pak traum, edhe Anisa me thonë që jo, po du me marrë stimulus, se nuk pres për dhimt, ka me mejtë spital si sa do që u mënesha mja hek vetës. Edhe na faka s'ko marrë stimulus. Se të nesërmën, kur e kum bo qatë kontrolën, me ultrazo, po më thët mjekja që tu ka forcu barkun.
edhe shumë shpejt po besoj që kanë me të kohë dhimbt. Thash, okej. Masandej kom qëndru në dhomë, kom dalë pak, kem taku me mamin. Qaj e ditë ka shtu pak se kom kajt të fol me mamin, se i thesha jam lodh tepër shumë, nuk pëdi qa po bëhet. Ishte shumë e frikshme, se dyqysh e përjetojshe krejt vetë, nishe gjithçka veç vetë. Edhe mas dite ka ardhur vjera me kunatën, kena kesh, kena fol, më kanë dhënë pak vullnet. Edhe krejt natën, 11 natës, e kom pas shoqen e ngushtë dhe nanën e vet, që i përshëndeshëm dhe i duashëm. Edhe në ora 11:30 më kapin dhimbtë e para. Të lehta. Do të thonë nuk unë 2 qershori, natën. Njëherë nuk e kom ditë që janë dhimbtë e lindjes, menova që veç më kapi barku, po jo. Masanej kur e pash që më vishin prap mas një kohë, po veç të vogla, thasha, okej, muj me konë që të dhimbtë e lindjes. Edhe kom bu një gjëmë nuk e di as vetë. Do më thonë, a kom flejt qëtë gjysore, qëtë një orë më ka dalë gjumja, nuk e di, u konë kështë natë, s'di as vetë, s'me me përshkru. Pjesa ma e keqe është që aty lej shumë tepër shumë alarma, ja për infuzione, ja për kontrolla, ja për nuk e di çfarë alarma, do të thonë ketë kena pas alarma, veç gjithmonë unë nike një telefon i një alarmit. Që fatkeqësisht, unë mas lindjes, 3 net e kom pas zhurmën e alarmave në kry. Që desha mu tranu, se menesha që s'ka mu hek kur. Shqyqërzodhet mu hek. Më kapin dhimbtë. Në 5 mëngjesit, unë i kam dhimbtë halemat ndoja. Edhe e bëj kontrolën, edhe më thonë që po, ke fillu me u qelë, ta është veç me prit deri sa qilesh mjaftueshëm për me shku në sallën e lindjes. Edhe qejsa, zgot pak si shumë. Fatkeqësisht, unë kom pas probleme kapslëk. Edhe mu ma qënë zoti, qatë mëngjes, e bëj nevojën e madhe. Do më thonë, të unë jam shumë transparente, 100%, ta mërë mja u kallzu eksperiencën që shoku, s'po më shefi ku gjë. Pa mërë parasysh. Kjo më sjell problem masanej ku shkojnë sallën e lindjes. Kthejna në dhomë, kam tepër shumë dhimbtë. Do më thonë pjesa e shpinës këtu poshtë, që kjo pjesë, veç më taket që kam këputet. Më kap pak si siklet. Ja nisi ton konim ku do fol me vetën. Ton konim ku do thonë vetës, okej, kaloj edhe çikë. Po, te kjo pjesa që kam fillu po tepër shumë u lut, kam fillu një moment, pak pra se me mëri të pjesa që veç se dhimbtë e mbrejta një nivel shumë të lartë. Menësha që në të dekë, do më thonë qaq shumë dhimbtë, ama gëzona shumë që kom li natyral, edhe gëzona shumë që më ka shku mirë, shqyr zotit, se rekuperimin e kom pasë shumë atlet. Po, e foli me këtë pjesë. Një sen që nuk e ceka, janë infermierët, një detaj shumë i rëndësishëm. Fatkeqësisht, unë kom shku me një strategji. Qyshe ju thash, për shkak që kom një tepër shumë storje që sjellja e infermierëve është e tmeshme në Çekukë. Unë kom shku një strategji që, okej, kom me u kallzu shumë e butë, kom me thonë faleminderit të lutëm ton kohën e lume, dhe pse tepër shpesh i përdori, po me tepru. Pa marrë parasysh që kam thonë, kom ja u kthy mirë, edhe veç mos me ndodh asnjë skenë se nuk kisha në gjendje me përjetu kur gjeq. Sa ku mujt me vrejt, do me thonë aty jena shumë paciente edhe stafi është një numër shumë i vogël. Ngarkesa është super e madhe, se cilja e ka qasën e vetë, se cilja e ka eksperiencën e vetë, se cilja e ka gjithë shkafi. Për çat arsye, shumë lehtë ndodh gjithçka. Shumë lehtë ndodh ndoshta edhe qasja, jo e mirë, e të tjerë. Gjë që nuk pjarsye as pak. Se fatkeqësisht tash shteti ju është ai kohojët, po shumë sene, po edhe ato që atë punë kanë. E që puna kryesore me një infermierës është mas pari qasja me pacientin. Po kthejna prapë ku mbetëm. Te dhimbtë. Do më thonë fillova me përjetu shumë dhimbtë doja. Në dhomë vjen doktoresha që e kum
që jam kontrollu mujt ajo, edhe ma jep një fuqi shumë të madhe, kur e shoh. Mamit si kom tregu, edhe pse mami e kish marrë vesh, që më kanë ka dhimt, masonej, e ku marrë vesh. Edhe vi te një pikë që nuk më me ecë më, domethënë, bona kryll, ton ku jam shku në banjë, nuk e di pse mu doket që me urinu sa ma shumë, po shlirona, këta kom pas shumë ton ku një. Unë domethënë pi mëngjesit deri në ora 4:20 jam konë te kati i paralindjes. Halja pa shku në sot lindjes. Edhe vite një pikë që ma e pash që s'po moj. Edhe nisna, edhe filloj me thonë, oj, ludna, apo vjen dhe kështu më kontrolu se s'po moj mos jam mirë. Edhe jam në qitë pozitë, më thonë jam kryll, jam tepër me dhimë dhoja. Edhe më thonë, okej, hinte që ke dhoma, edhe prit. Edhe qaj e prit jo ku vdekje për mu. Nashta ju më vënu 2 minuta, nashta ju më vënu 5 minuta, për mu më konë 1 orë. Për mu konë funi. Edhe veç e di që aty pak e kom pas një pikë që më kalshu fuqia dhe më kalshu forca, edhe veç jam ull, jam maj në fakt ndikon, edhe kom fillu me qajt. Me qajt. Pse jam të full pak si me gramatik, po nuk e di ka kam bjen. O, s'di pse, më falni. Po gjithë kur të foli për tema serioze, dëgjysh pak më dohet që më drën e folja se jam të full për sene seriosisht. Edhe po du me ta dhoni informatën sa ma mirë, se e di çfarë gjendje je, se jam kumë vetë. Edhe kësha dhënë pare me ditë për dikujt për një me qyshën qatë ben. Edhe vjen, më në fund, dikush më kontrollu. Një doktor që më konë shqyqër zotit shumë i mirë. Edhe më kontrollan, edhe atë moment ma derë dhujen. Edhe më thotë, pori nis, je qelë 8 gishta, 7-8 nëse s'ka bëj. Kemi me shku sot lindjes, nuk do me thonë që kemi lind me njëherë, po që me shku sot lindjes. Edhe unë e qona. Pra pja u rekujtoj, jo më konë kryll të e majtë parkën, do me thonë s'me shame zdrajt. Edhe më do të më këthy deri në fund korridorit veç vetë. S'nimon kërkush. S'ta jep një dorë kërkush. Me menzi që këthejna në dhomë, edhe i lutna një pacientës tjetër që e kom pas në dhomë, lutna një mam veç me çantën e qikës, veç me çantën e maternitetit. Tjetër sa në s'ma merë kamera që mëj me majtë, e po është gjendjen që okej, me jeta vetë, tona me kallë vetë, tona me shku vetë. Edhe i kom thunë, po është zotin am një marë veç deri te pjesa tjetër e korridorit dalë, se veç s'po mëj me jetë. Qaj u kun e të mashme nëmër 2. Me të lion vend qatë gjendje, do më thunë për mu kun katastrofë. Edhe mri te pjesa tjetër e korridorit, më merë një infermiere, edhe më qënë te salla e lindjes. S'di pse më kujtot shumë pak pjesë. Do më thonë ton kun jëm kon shumë siklet madh, ton kun jëm kon shumë dhimë të ndoja. Një sen që më ka ra mas pare në sy, është që u kun tepër nxehtë. Sa unë i këshin qelë rëletat. Më peke njerësa, do më thonë se cilën pjesë trupit. Qëllë lojt vetë, katastrofë. Tepër nxehtë. Ma në gjithë në të farë aparaturën për mi rajtë të zemrës që u rrej me shpirt. Une sytë, shtrëngojsha honën, gojën, kitë noplën, dur, të kapsha, zdi as veç që ka bëjsha pidhimve. Edhe vi kem kontrolloj ke mjeku, dhe ke jo, nuk i alje gati. Me bërtit s'kom bërtit. Është një këshill që e ku marrë për dikuj që punon aty, që nëse bërtet, qasi është ma e keqe, fatkeqësisht. Edhe munut bërtit në melon në fund. Po dhe e kom prej që e bërtit një aveç t'nimon. është shumë ma mirë me mojtë në veti ose me dhunë zërë, me kanalizu dhimë të në qatë ku dohet, se sa me bërtit. Do të mja alon vetës që atë fuqinë e bërtit nësë në fund. Edhe, na qojnë të një karik, për me na kontrollu doktori kryesor nëse s'ka bëj. Edhe unë e kësha pas fshikësën e mosht, edhe më kthejt infermierja më thotë, që është me të kontrollu ty kështu me këtë fshikës, shka bëj urinën edhe e ktheu prap. Okej, me mendi që u api karikës, për shku me bu nevojën, urinën, banjë, të përë. U ktheva, më kontrollu, në tha jo, hajle dhët me pritë. Më thot mjeku, edhe më thot mjeku, u ljotë sot.
Edhe munohu sa herë t'vjen dhimbta me kanalizu ka zorra e trosh. Edhe me qitë sekrecion, me qitë nevojë madhe. Edhe qysh ja u ceka, unë kam probleme kapslëk. Edhe mu dhe më thonë së më del ke kurqeq. Edhe unë aty kom qitë hemoroidet komplet jashtë. Kom pas zorën 3 javë, më s'ku mujt mullë. Bëth, jëm kun veç shtritë. Ku mujt me nej veç shtritë, ose anash. Qaq e kom lëndu, s'me mja përshkru. Do më thonë për mu edhe qaj e pjesë u kun shumë edhe mshme, se veç tash diqa. Tash, fatkeqësisht, nashta mu vidia jam qatë moment s'm ka punu, po une s'ko mujt me funksionu, me menu që okej, do na me marrë një legend që i shkun që atë edhe me qitë. Unë e kom funksionu me njerë që shumë ka thonë mjeko edhe e kom bo në tokë. Fatkeqësisht, sa do që e kërte që me më duk për t'i kënë, po pe kallëzoj që me pas kjo parasysh kushtë që e ka plan me linë që kërë që kur kush nuk ta prezenton dhumën, kur kush nuk dhja me t'kallëzu. Qa do shme marrë, ku do shme ullë, qka do shme bo, do është vetë mi ditë këtë sene në qato dhimbët maksimale që i të bretu, që ka delë shpirti. Edhe marrën ashta, unë s'po m'vja se s'kom qka më marrë, se njëri ka bën, njëri jam. Edhe unë do më thonë, e bëj tokën atuhën të merë, edhe vjen kujtëstarja ose pasusja, edhe ma isha një shikim të mërshëm. Një shikim për rollës, një shikim që në qatë moment i shkun sa një fundi që më kisha dorë me marë. Pra po thëmë, veç fakti që isha vetë, me do njerës të pa njofshëm në një vend që ishë gjenem i lojt vetë për temperaturës, edhe me dhimë që ose desha që auto për e të trupi, për mu qaj e skeni ishe pa nevojshme. Edhe unë që aty pak e hupa vedijen, me thonë, dola pak për karakterit, edhe fillova me i bërti që se më këshyri ti për shtremt, edhe më tha, a i bre normal, qa ke bu? Po kështu shumë, që te a jemi, që si mënyre e fullës, që kjo qasje. Edhe unë i kthejna, thash, ku mu i me ditune, është lindja jeme parë, ku mu i me ditune që ka me bo, unë nuk e dija, e vetëm njekum ta që ashtu, do më thonë, ju arsuetoj shanë që ato momente ma të fështira tjetës tanë. Qona me shku në banjëm. Vje mjeku më thotë shku në banjëm a let e ki, ullën në shëll, edhe vazhdo që ashtu njejt, edhe që ato u kun, ose veç u ljotë që mu krysh sa ma shpejt, këm kajt, s'mu isha mu, isha ashtu dhe ke mu më qu shpirti, kisha do momente, pak më doke që kam bjen t'lege, po qona prap, nuk e ditu, më thonë, mos kisha s'fuqi. Shqyqysh zotit, hongra diçka, se më kanë thonë që është mirë me hongër për mi dhonë vetës fuqi, po fatkesisht ujën harrova me marë. Edhe prap kujtestarja, i thash, a më nërshpe thash, t'lutna, veç të ujë me ma dhonë. Tha ku e kishishën, thash, o, s'ko mujtë me marë ujë, thash, t'lutna, veç një gotë, ose një diçka qka t'kish, thash, qfar, u ku dë, thash, veç ama te pi, thash, se di qa jam te për eshtë. Edhe veç ma ka që një kotë plastikës. Kom marrë gotën plastikës, e kom ushë qeshme në banjë, e kom pi, ja kom derë të vetës. Edhe tash dhomat, se pas natë në detaj, dhomat janë në mes, se cilat të dhomë mranë që janë, e kanë një farë si dritarës, po me thonë po gjamë, që mund është me po grunë tjetër, tu e përjetu qatë zanë. Edhe, do më thonë infermierën ashtë në fund, këti shëshin gratë rënë, përpens që ati gjamit. Edhe mu që isha në fund, dhomën e fundit. Edhe unë për një moment për qasë nëzëstësis, që do më dhomë peke qikne, peke njërës, për fund një gojve, që s'më isha të smullas, të marë. Une vendosi me desh fustanin. Mu desh në cullat. Edhe ta mën të desh, do më thonë se veç u konë kështu më moment që më ka orë për qasë nëzëtësie, e një një so. Nuk për mu desh, veshe fustanin! Veç, jom traumatizu te për shumë, jom duhet e kum marrë fustanin edhe e kum vesh mrapsht. Edhe e kum një që vazhdoj ka me thonë diqka, kjo ke para prakisht. Edhe po ndodhi pjesa e banjës, edhe që atë filloj pak me bërtit edhe me thonë që unë nuk po moj mu, është funi nuk po moj mu. Edhe vjenem kontrolla mjeku, edhe më tregon që beba është shumë nalt, për që atë arsye unë jam qelë në shta, në angishta 10, po beba është shumë nalt, nuk po bjen poshtë. Po shëqyr zotit të më thotë, okej, jena gati për me shku me litë. Edhe i thot një infermierës me marë, edhe unë e qona me menzi që eci,
Edhe infermierët fillojnë me thonë, jo merre ti, jo unë jam pauzë, jo merre ti, jo se unë jam kështu. Edhe unë veç nuk më besoj kja që janë të një veshtë. Edhe vjen mamija me se s'po ka bëj i thonë, personi gruaja që më ka nimu me lind, më ka për dore, edhe te për mëdhimet e përshëndes shumë, nëse veç i kujtona, faleminderit, te për mëdhimet që ja më shtrëngu tepër shumë dorën, se veç që ajo kun funi, kështu funi i dhimve u kun i të mashëm. Edhe ullna me menzi që hypi në karik, a që ajo ashtrati që u kun, edhe më thotë okej Rinis, jena momentin e fundit, dësh me dhonë sër edhe me qitë, s'ka mo. Edhe i jepi zë një herë, kur që? Thotë, edhe një herë, nëse s'po ka bëj 3 herë, a 4 herë u kun. Edhe një herë, edhe që e di që të fundit herë, më ka bërtit, edhe më ka thonë, jepi sër që të ardhur me qitë, do kryri mo. Edhe unë i dhu tepër shumë sër, sa që e ndjej të më pëlsit kapilari i gjakut në sy, se veç e përjetoj një asi dritë e mrena. Edhe në qatë moment, mi e ku hyp për, s'po thonë për mi, po qysh me shpjegu ndryshe, gjuhet pak si për mi me dorë, për me ta njemu me shty. Edhe më prejnë pusht, për shkak që krau i frijes ka mejtë që ashtu, edhe pa e prej si delke. Edhe del frija. Ja nis me kajt, ma qesim bark për një moment shkurt, e hekin, edhe qatë sekund veç nalët qëllë qka. Menimi jam i fundit, dhimtën e fundit, u kun, o sot qka po heka nonat. Të me thonë, kërkush nuk e dem pa e përjetu. Edhe nalët gjithë shka. Veç trupi e qetësohet, e nin bebën të kajt, shumë e qëtëshme, qëdit, qysh u rrit, qaj sen, ose qaj fmi mrena teje. Kush është, qka kime bu tash, qysh funksionon, do më thonë veç tani te për shumë për qatë fmi, është edhe pse se nje, edhe pse halin nuk dhe me identifiku në është ta qatë ndjenë, po veç tani te për shumë. Edhe kryet që e pjesë. O më thonë, tash do të me qitë placentën. Edhe placenta e ka procesin e vetë, me sa më kujtohet pak, edhe ajo pak desa del, po sër diqka. Edhe masën e më kam pi, edhe kam fillu më kep, edhe qatë pjesë e kom një pak edhe bëllë shti edhe qaja pjesë. Edhe përfundon, thujnë okej, dush me prej 2 orë. Edhe qato 2 orë, e marrë telefonin, e thiri mamin, e thiri burrin, edhe e këshyri frejën, vjen një infermire, të full me një pat e vetë në kamerë, ja qatë frejën në kamerë, bën laf. Edhe kryo 2 orë, vjen infermiera që ka më një mu qu, qasja është të mërshme. Ja fillon më mbërti qysh si ke marrë senet e tua, i ka zë që s'm ka një mu kërkosh me marrë qandën, me mendë që i ku marrë qandën me senet e qikës. Fillon me një farë të fullt, me një farë që vis të mërë. Vish nuk i nevojnë që atë moment mi përjetu që ato sane, po fatkeqësisht. Edhe më thot qysh më qu me menzi që u qova, ish shkak qepres edhe gjithë shka që ka përjetove, ullë mull karocë, ma qatë qikën dorë, e këshyri frijen, nisëm, shkojnë atë dhoma e pas lindjes, shoqër zotit e ka ndrejsh për ma mirë, janë shumë atë mira se para lindjes, e kini banje shumë të mirë, janë shumë edhe pse shtrat për bebe nuk ka pas, do më thonë kom flejt bashkë me frijen një shtrat, që edhe kjo pjesë u kun shumë e frekshme se veç kretu tash keme marrë gjëmë, se ishe tepër e lodh, na gjithë që një dhimbe, gjithë që asoj krejt, për mu u ku nëse s'ka bëj 20 orë, e kënej u të që mos pëmyt, mos po këthejosh që po di. Shoqër zotit, gjini më shohet me njëherë, frija fillan me pije, dhe pse nuk është që din, ashta qaq, po sa të pak, kanë pak, nuk është që ka kajtë shumë, edhe kemi flejt, sa me men sa të pak kena flejt, më thëmë prap, jena veç vetë, veç une edhe, e takoj mamin, e takoj burrin, kunatën,
Jëm me qenë edhe frija në dhomë, qomi nisën mëngjes, edhe nisën për shpim. Regjistrojnë frien. Pastaj një ditë tjetër kena mi fol që janë konë traumat ose vështirësit masi që kena më rinë shpimin i bebë të vogël. Ose java e parë mas lindjes. Më falni nëse më ka ndru e folnja, po fatkeqësisht këtë farë pune e kam veç kur të foli seriozisht, ja nisi me përdor terma ose diçka, u munova sa ma thjesht, u munova sa ma shumë detaje, inshallah s'kam harru diçka. T'lutna komentoni nëse kam harru diçka ose ju intereson për diçka specifike. Mu ju kthy përgjigje pa problem. Jepni në rekomandime, është videoja me parë që po flas për diçka serioze, është videoja me parë në këtë format. Kështu që ju lutna çka do ne sugjerim ose rekomandim e kisha vlerësu shumë. Edhe krejt që me thonë është që ju përshafi shumë edhe krejt nonave që janë ofër lindjes, ju uroj shumë fat. Edhe shoqes tem, Ronës, të dua shumë, ka më shku gjithçka shumë mirë. Uroj që shëndetin më spari për krejve e kemi, e tjerat kejt ka dal bu. Natën e mirë, ju dua shumë.